gjithë shtrati Vjozës poshtë Mifolit është futur në mes të dy pritave masive. Dhe themi një verore, një jugore. Në krahun verior ndodhet fshati, niveli pritave është më lartë se sa niveli normal i ujrit edhe llogaritur me ngritjen e lumit. Fshatet që janë rreth rrotull ndodhen tani midis rrugës së vjetër, midis autostradës dhe këtyre pritave dhe prodhojnë praktikisht govata ujë, dhe uji nuk ka ku të shkojë aty. Ky ka qenë rreziku i Ferrës, që me të drejtë zëvendës kryeministra tha nuk ka çarje, po ka përdzim sepse niveli i ujit është ngritur jashtëzakonisht shumë. Dhe prita që ndodhet në krahun verior, pra që ndodhet në krahun e fshatit, është më ulët sa prita që ndodhet në krahun jugor. Prita që ndodhet në krahun jugor është ndërtuar në 2021 dhe fillon nga ura Mifolit dhe përfundon pranë autostradës. Tani çfarë problemi ka aty? Sepse edhe dje dëgjoja dhe bizedoja me çunat e emergjencës dhe të policisë, do të vë një detaj koli që më bëri shumë përshtypje. Atje ishin, unë kam derë deri 11:30 natës, po ka qenë mbi 400 qytetarë të zonës, të cilët ju bashkangjitën trupës të emergjencës dhe ishin nga dishmëri në çdo rast ku të sinjalizohej së bashku me trupat e emergjencës. Më thënë, këtë shenjë solidariteti unë nuk po e shoh edhe kur transmeton juve, qëndroni te kjo gjë, por jo, duhet transmetuar dhe jo, sepse është shumë e rëndësishme që këto situata qytetarit të bashkangjitet. Patjetër. Sepse situata është emergjencë kur kërkon bashkimin e të gjithëve për ta përballuar, Dhe kjo mbri përshtypje mbi 300 veta, çuna, burra që ishin atje prezent. Dhe kanë ndenjë deri në 11 që kam ndenjë unë kanë qenë aty prezent ata. Tani po vi tek problemi teknik që ka kjo rrugë dhe në 2017-ën, unë kam shkruar një artikull, kam thënë, do të përmbytet përsëri. Dhe pse do të përmbytet? Në qoftë se ura Mifolit, ura e re Mifolit, jo e vjetra që jepni këtu që, se ajo është jashtë përdorimit tashmë, ka një hapësirë drite diku te 270 metër, dhe mbasi mbaron ura, ka një viadukt që vazhdon gati 1 kilometër, që do të thotë që i lejon ujrat të zbresin poshtë, autostrada poshtë, që është taposje tashmë, ajo është taposje, nuk është deti taposje, e prurjes është 90 metrë. Dhe unë sot në orën 2 kam qenë pikërisht në atë vend. Pikërisht në atë vend. Dhe dukshëm dallohet taposja që kjo sipërfaqe ure, kjo hapësirë uje, kaq e vogël, nuk ishte kapacitet për ta kapërcyer ujin dhe ç'bën, kur nuk ka kapacitet ngrihet niveli i ujit. Ky nivel uji ngritur këtu transmetohet automatikisht në të gjithë këtë situatë dhe një nga shkaqet kryesore pse pikërisht është ngrit niveli i ujit në atë vend që po diskutohet, që është diga ta quajë në këtë moment, ose damba, si duam t'ja vëmë emrin, është pikërisht ky element, që është element teknik. Dhe nëse do debatojmë më tej se si do të kapërcet kjo situatë, gjë më urgjente është që kjo urë jo të rihapet, por në krahët e saj ure të hapet me dojmos viadukte, të zhduket absolutisht ajo dam që quhet autostrada. Autostrada është bërë një prit e gjithë këtyre prurjeve dhe gjithë uji vjen dhe derdhet në këtë kanal që është shumë i vogël. Duke mos patur hapësirë për t'u derdhur, ngrej automatikisht në mënyrë artificiale nivelit e panevojshme gjë tillë, por është fakt që bëhet gjë tillë. Këto janë defektet e projekteve që kemi diskutuar. Kjo është pjesë e fundit. Se realisht ne duhet merremi herë me këtë që është tani. Çështja e autostradës, çështja e kanaleve, çështja e kullimeve, se bordi i kullimeve ka problematika këtu jashtëzakonshme. Por le të themi një herë ku jemi. Dhe ku jemi, realisht nuk është se jemi në kushte përmbytje. Ne kemi problematika në mënyrën e menaxhimit jo të emergjencës civile që ndodh sot. Pra, në kuadrin e AKIU, që ka marrë tani fuqitë e plota sepse ja jep ligji këtë gjë. Por mënyrën se si funksionojnë gjitha së bashku dhe këtu është besoj është pjesa e fundore. Këtë po thonë vjen e ka përshtypur. Defektet e vjetra që e thellojnë dhe duket sikur ka ndonjë përmbytje. Jo, ja do të vazhdojmë. Sot që po themi, ne realisht ne nuk jemi në këto kushte. Por ne duhet jemi të kujdesshëm se mund përsëritet në se specialistët tonë që do të jemi në shkurt.
Dhe kjo çfarë po ndodh sot? Unë po ta them këtë gjë dhe mbani shënim këtu, që në shkurt ti do mund të kesh përmbytje. Dhe gjithë kjo ka të bëjë me një lloj paraprgatitjes situatës. Nuk po futem në të lloj debati sepse është një debat të cilin e kam të fituar në këtë rast, po specialist jam dhe unë për këtë rast, po e kam fituar sepse unë dje dhe sot nuk kam bërë gjë tjetër vetëse i kam marrë në Shqipërisë nga Veriu deri në jug për të kuptuar ngjarja është lokale, po është në gjithë Shqipërinë. Si mendon? Dhe nëse unë kalu më jep drejtën tani të shpreh, po të jap shkumbinin nga Rogozhina dhe poshtë, gjithçka është përmbytur. Shkumbin. Ndërkohë, Devolli ka dalë në Cerik dhe ka përmbytur gjithë fushat që janë atje. Ne nuk po merrim me to, e di pse. Për vetëm në arsye se ne sensibilizojmë element politik dhe nuk qëndrojmë në fenomen. Pra, ne po qikosh po përqëndrojemi në Durrës dhe në mënyrë posaçme në pjesën e Kënetës, në mënyrë posaçme. Por qoftë të marrim për masat e përmbytjeve dhe për masat e goditjeve, do shohë Gjirokastër e ka dëmin shumë herë më të madh. Gjirokastër e ka dëm ka, se këto kanë përmbytje, po nuk kanë dëm për të vërtetës. Le të flasim në çfarë duhet se do t'i shohim në dëmet. Por ne përqëndrohemi atje ku ka jetë njerëzore dhe nëse unë do t'i futem zonës këtu, do shohësh që pjesa jugore drejt Florës është e përmbytur tani, po s'po flet njeri. Ja kjo këtu, është e përmbytur, t'ja pun xhirimet. Por po flasim për pjesën veriore që është fshati. Pse po flasim për fshatin? Sa ti ka njerëz. Dhe jemi tashmë, dhe po kthehem tani në atë, për të menaxhuar këtë situatë emergjente, pikërisht ndahet disa faza. Faza e parë është vënia në lëvizje e instrumentit ligjor që është emergjenca civile. Nga ky moment, situatën dorë merr emergjenca civile, e merr policia, e marri pushtet lokal dhe ushtëria. Dhe këta janë në drejtim në emergjencë civile. Çfarë bëjnë këta? Konstatojnë terrenin dhe virën në dispozicion për të shpëtuar jetë njerëzish. Ky është misioni i tyre tani. Nuk flitet tani ti të përballosh këtë gjë, nuk e bën dot as kur duhesh. Pyetja që bëjmë tani, a e kemi emergjencën civile në lëvizje në dispozicion sot? Dhe nëse unë do të prisja analiza sot do të isha pikërisht për këtë pikë. A e kemi emergjencën civile në lëvizje? Dhe cila është përgjigjja jote? Po jo, unë e kam parë sepse emergjencën civile më pash në Lezhë. E kam të regjistruar. Emergjencë dhe atje i kryetari i bashkisë ky Ndreu si e ka ai? Pierini. Ishte jo në lëvizje, por ai ishte ushtarak. Po sepse ai ishte ushtarak dhe ai dinte disiplinonte. Po unë pash edhe në Florë. Po unë pash edhe në Mifol. Se në Mifol isha vetë sepse i bëm gjitha regjistrimet. Dhe fakti është që deri më sot nuk kemi absolutisht një humbje baktie. Kemi një humbje jetë njerëzish. Nuk kemi një humbje baktie, por kemi humbje një dëshmori. Dëshmor, ka rënë krye detyrës. E vërtet është. Dhe është ai punojës që të kuptojmë ne që ata njerëz të cilët morën përsipër të përballonin këtë situatë dhan jetën. Dhe e kemi një të tillë, dhe ky person sot do të shpallet dëshmor se ka rënë pikërisht në krye detyrës, më ka erë shumë keq që një media sot e transmetonte në mënyrë më të shëmtuar, të poshtër po të them, jetën e tij dhe ngjarjen e tij. Ai është një person që ka dhënë jetën e tij nga pakojdyshja s'ka rëndësi. Ai ka qenë në krye detyrës, ka qenë te kanali, ka qenë ndoshta për të vendosur atje ndonjë tull, ndoshta për të me lopat për të zënë ndonjë nga ato vrimat komunale si ishte. Pra ai çrënsi ka. Ai është një punonjës krye detyrës. E të tillë ne nuk kemi asnjë humbje jeti që nga Veriu deri nuk me gjithë këtë situatë që shive është e jashtëzakonshme. Ti shohësh regjistrimet që kanë bërë të Shkumbinit, të Devollit dhe të Vjosës i kanë bërë sot gjitha. Do shofësh që gjithë Shqipëria është përmbytur zotëri. Nuk jemi në kushtet normale, nuk jemi në situatë normale. Dhe në këtë situatë normale, sot përfundon, këtë do të them që nuk është çështje shkurti. Mirë, okay. Nuk është çështje shkurti. Ti mendon se është bërë në një kataklizmo e madhe natyrore? Ja. Fare. Nëse ti je me këtë gjë, unë them tjetër gjë, që realisht për mua je komplet gabim. Nëse ti do të paraqesesh këtë gjë si diçka e cila ka ndodhur. Jo, kjo ka të bëjë me menaxhimin. Jo, të lutem. Kjo është normale më burr.
Po të lutem shumë, kjo ka të bëjë me menaxhimin. Do t'i japësh ato shkëmbinit? Në një farë mënyrë. Jo, fali sekond. Do t'i japësh levullin, ja normale më burr. Po më dëgjoj pra tani, se unë po them se në fund ditës çdo prefekt që ka si detyrë, domethënë, jep detyrat për pushtetin vendor. Për secilin bashki ku janë problematikat dhe si ti ndjek. Për këto gjëra ka fonda. Dhe nëse ti nuk bën që nga shteti, edhe nga këto bashkit që janë pushteti lokal, për të bërë, qof hapjen e lumeve, pra të digave, qof problematika tjere që kanë bëjnë pikërisht me ato, qof se këto deklarohen se janë bërë dhe nuk janë bërë, ky është një problem tjetër pastaj.